Apeli i kreut të ri të forcave të armatosura të Francës drejtuar kryetarëve të bashkive për të përgatitur qytetarët e tyre për mundësinë e një lufte me Rusin, po shkakton trazira në Francë me forcat politike që i dënojnë menjëherë deklaratat e tij. Duke folur në konferencën vjetore të kryetarëve të bashkive franceze në Paris, generali Fabien Madonë u bëri thirrje zyrtarëve vendor të përgatisin qytetarët se mund të duhet të pranojnë dhimbjen për të mbrojtur atë që jemi. Ne kemi të gjitha njohurit, të gjithë fuqinë ekonomike dhe demografike për të parandaluar regjimin e Moskës që ta provoj fatin e saj më tej, tha Madonë, por paralajmëroi se i mungon shpirti për ta arritur këtë. Në mënyrë specifike ai paralajmëroi se nëse Franca nuk është e përgatitur të pranojë se do të humbas fëmijët e saj, të pësojë dëme ekonomike sepse përparësi do t'i jepet prodhimit të mbrojtjes, atëherë ne jemi në rrezik. Madonë, i cili zëvendësoi generalin Thierry Burkhardt në fillim të këtij viti, paralajmëroi në seancën e tij të parë dëgjimore në parlament muajin e kaluar se forcat armatosura franceze duhet të jenë gati brenda 3 ose 4 vitesh për një tronditje në lidhje me Rusin. Partitë në të dy anët e spektrit politik, të cilat së bashku përfaqësojnë një pjesë të konsiderueshme të votuesve, reaguan fuqishëm duke theksuar mungesën e konsensusit në Francë mbi nevojën për të përgatitur për luftë, por edhe vlerësimet e ndryshme se sa i madh është kërcënimi që Rusia përbën për Francën. Shumë vende të NATO-s e konsiderojnë të mundshme që Moska do ta sulmojë aleancën në një farë mënyre deri në vitin 2030. Udhëheqësi i së majtës radikale, Jean-Luc Mélenchon, i cili ka kandiduar për president 3 herë, shprehu mospajtimin e tij absolut me Madonë në X dhe tha se nuk është puna e tij të parashikojë sakrificat që do të vinë nga dështimet tona diplomatike. Louis Elliot, nënkryetari i partisë Marine Le Pen, tubimi kombëtar, u shpreh: askush nuk duhet jetë i përgatitur të vdes për vendin e tij, por lufta që po zhvillohet duhet jetë e drejtë ose e kuptueshme, ose domosdoshmëria dikton që mbijetesa e kombit është në rrezik. Nuk mendoj se ka shumë francezë të gatshëm të shkojnë dhe të vdesin për Ukrainën, u shpreh ai.